Basta reagon pas triumfit në fermën e të famshmëve. Kjo fitore është për ju që nuk dorëzoheni lehtë. Gerald Gjari, i njohur nga publiku si Big Basta, është fituesi i edicionit të dytë të fermës së VIP-ave. Reality show që solli së bashku figura të njohura të skenës shqiptare në një sfidë intensive jetese në kushte rurale. Pas triumfit të tij, artisti dhe producenti i njohur ka reaguar me një postim emocionues në Instagram, ku ndan reflektimet e tij pas këtij rrugëtimi të gjatë dhe të ngarkuar emocionalisht. Kjo fitore nuk ishte thjesht e imja, por e të gjithëve ju që besuat tek unë, shkruan ai në nisje të mesazhit, duke i falënderuar ndjekësit për mbështetjen e palëkundur gjatë gjithë kohës në fermë. Big Basta theksoi se fitimi i çmimit nuk ishte vetëm një sukses personal, por një simbolik për të gjithë ata që zgjedhin edukatën, qytetarinë dhe dinjitetin përballë bullizmit dhe arrogancës. Ai theksoi me bindje se ne nuk jemi pak, duke ju referuar një grupi të madh njerëzish që vlerësojnë durimin, punën dhe integritetin, por që shpesh nuk bërtasin aq sa duhet për të dëgjuar. Bullizuesit bërtasin më fort dhe mbushin lajmet e para, dhe që deri dje faktorizoheshin në habitatin e krijuar për ta, vijoi ai në reagimin e tij. Në postimin e tij, Gjari nuk la pa falënderuar edhe stafin e fermës së VIP-ave për profesionalizmin dhe për kushtimin që kanë treguar gjatë gjithë eksperiencës, veçanërisht në momentet e vështira. Një pjesë shumë e ndjerë e reagimit ishte edhe dedikimi për familjen, partneren e tij Vesaluma dhe djalin e tyre Lian, të cilët i përmend si forcë frymëzuese dhe arsyeja që i dha kurajo në çdo ditë të sfidës së tij. Tani jam më i qetë kur flen në jashtëkun tim, me familjen time në krah, sepse misionin tim e mbarova me sukses, përfundon ai. Fitoria e Big Bastës në këtë format është vlerësuar nga shumë ndjekës si triumfi i maturisë, qëndrueshmërisë dhe karakterit të fortë, duke rikujtuar opinionit publik se spektaklet nuk maten vetëm me zhurmë, por edhe me mesazhin që përcillet dhe mënyrën si mbahen vlerat brenda lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.